Ju avokate keni qenë ditën e djeshme në gjykatën e apelit në momentin e ngjarjes ku në sallë pati të shtëna dhe u vra gjyqtari Astrid Kalaja. A mund të na tregoni pak me fjalët e juaja çfarë pat ju dhe si që ai moment për ju? Po, në fakt unë kisha një gjyq civil në orën 3 dhe për shkak se gjyqi po vonohej isha duke pritur në sallën ku qëndrojnë avokatët. Në momentin që më erdhi radha për të futur në proces, isha duke u bërë gati për të futur dhe në momentin që ngrihem në këmbë pra që të bëjmë gati për të dalë, dëgjoj të shtënat. E kuptova që ishin të shtëna armësh, po shpresa e parë ishte që të mos ishin brenda në gjykatë. Dhe deri në momentin që unë e kuptova pra që të shtënat ishin brenda gjykatës, ende nuk arrija do ta besoja që mund të kishte të shtëna armësh brenda në gjykatë. Pastaj erdhi, mora vesh domethënë informacionin, aty normalisht që u krijua një kaos shumë i madh, pas të plagosurin. Pra, domethënë ishte një ngjarje për cilën, t'ju them të drejtën, nuk do doja që t'isha prezent. Është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndë dhe mund të them ndoshta më e rënda në gjithë këto vite demokraci që ka shteti ynë. Çfarë u bërë në ato momente? Ju ndjet frikën se mund të rrezikoheshit edhe ju nga plumba? Shiko, në ato moment ndjen frikë, ndjen pasiguri dhe të thash isha e pabesueshme sepse nuk po arrija dot ta besoja që mund të arrinte situata deri aty sa një person të hyjë brenda në gjykatë i armatosur dhe mbi të gjitha që të qellojnë mbi një gjyqtar në sallën e gjyqit. Pra deri në atë moment unë nuk po e besoja dot që kjo situatë po ndodhte. Pastaj kishte shumë kaos, shumë panik, shumë stres, pra ishte një situatë shumë e komplikuar. Gjyqtarin e pat të plagosur? Po, e pash në momentin që doli gjyqtari, pra kur erdhën që ta merrnin e pash kur doli nga gjykata, të plagosur. Ndjet frikë, ndjet pasiguri? Po janë të gjitha ndjenja të përfshira brenda, sepse thash, deri në atë moment nuk e mendon dot që mund ndodhi një ngjarje e tillë. Domethënë është e pabesueshme. Ju si avokate keni një eksperiencë të gjatë dhe jeni futur shpesh për shkak të detyrës në sallat gjyqësore. Si ka mundësi që siguria është në nivele të tilla? Ishte rasti i djeshëm i përjashtuar apo në tërësi kështu ndodh? Tani duhet të mendojmë që ishim në një gjykatë, pra gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm, e cila është e vetmja në Shqipëri, dhe të mendosh që masat e sigurisë aty duhet ishin në nivele shumë të larta. Gjë e parë, mbasi ka mbaruar ngjarja dhe unë kam dalë nga gjykata, gjë e parë ose gjykata e parë ku mua më shkoi mendja është gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm Fier, që është në nivele sigurie katastrofike. Pra nuk është një gjykatë totalisht e çorientuar ku nuk ke asnjë lloj mase sigurie. Dhe kur flas për masë sigurie, unë nuk flas vetëm për gjyqtarët. Flas edhe për qytetarët e thjeshtë. Një vrasje në gjykatë mund ndodhi edhe nga qytetarët. Pra nuk i ndodh vetëm gjyqtarit. Mund t'i ndodhi kujtdo, mund t'i ndodhi prokurorit, mund t'i ndodhi palëve, mund t'i ndodhi avokatit. Pra, gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm Fier sot është një gjykatë që nuk ka asnjë lloj infrastrukture. Pra, është një gjykatë ku me 15 gjyqtar janë vetëm 5 salla gjyqesh dhe ku minimalisht duhet të presësh të paktën mbi 45 minuta ose një orë që të vijë seanca gjyqësore. Pra, mendo palët që mund të jenë të agravuar, të acaruar për të hyrë në proces gjyqësor, duhet të rinë së bashku që të presin për më shumë se një orë që t'ju vi seanca e gjyqit. Pra në të njëjtin vend aty ku hyn gjyqtarët, hyn palët, hyn prokurorët, pra siguria është zero. Aq më tepër që nuk ka dhe ambiente pritse. Kontrolli u bëhet personave që hyn brenda në seancën? U bëhet ai kontrolli, domethënë ku bëhet pjesa e skanimit, por nuk e di nëse kjo është e mjaftueshme, sepse pjesa e skanimit është tek gjykata e apelit. Por me sa vure pra nuk ka funksionuar, sepse nuk jam në gjendje tani të them që si u arrit që të futet me armë. Po përderisa u ndodhi situata, do të thotë që nuk ka funksionuar.